Projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërojnë ose ushtrojnë funksione publike dhe të projekt ligjit për disa ndryshime në ligjin për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit. Me konsensus u ra dakord për fshirjen e tyre në kalendarin aktual të punimeve, siç kërkoi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Edi Paloka. Kërkesa jonë për futjen në kalendar të dy amendamenteve, sipas rregullores, hyrin kalendar, dhe për këtë arsye ne nuk do bllokojmë parlamentin, do të marrim pjesë në votimin e akteve tona, por nuk do të jemi sot në sallë derisa kjo majorancë të reflektojë dhe t'i kthejë legitimitetin kësaj salle dhe këtij parlamenti. Do vazhdojmë këmbgulin që reformat shkojnë deri në fund e do të bëjmë pamundurën për dekriminalizimin dhe dekusarizimin. Do rrini a do ikni mu? Do t'gjani? Ulluri t'gjani? Që lepire kini, ulluri. Unë emër të mazhorancës, këto u thash, ky se bep me gjithat e bujrum, të futën kalendar. Qovë se me këtë pafësim tuaj, duani që të degje lidimoni dhe të kryoni shqetësime në funksionimin normal të parlamentit, për këtë nësë jemi dakord. Partia Socialiste doli publikisht me aktin e tradhtisë kombëtare duke shpallur partin mbi vendin, partin mbi Shqipërinë. Ministrit i jashtëm deklaron se Shqipëria dhe partia janë në njëjta gjë për sulbushatin. Deklaratat e asamblesë tuaj e bëjnë tepër të rrezikshëm qëndrimin tuaj në pushtet për interesat kombëtare. Ja çdo lloj. Kjo ishte moto e Enver Hoxhës dhe kjo është moto e Edi Ramës, i cili s'meriton më të jetë në parlament, sepse ai është gjerë tani përdhosës i votës sa vetë Enver Hoxha. Ky është një akt stalinist më i turp në historinë e vendit. Tu pyes një gjë se sa u kam bërë ndonjëherë. Si u duket, si ndjeshit ju me ndoken këtu? Edhe do u tregoj një gjë sot, se ç'është ndoka. Para se të largohej ndoka nga parlamenti, Edi Rama i kërkon. Një ambasador i transition i thot, do largohet, thot. Po me një kusht thot që ju lutem thot që Basha dhe Berisha të mos ja përmendin emrin. Edhe unë mbylla gojën. Respektova një kërkesë të kryetarit tuaj, se do bënte një zgjidhje. Po shna bëri kryetari, këtë trafikant themrësh, vajza shqiptare, këte pegmars, e nxjerr në rang ministri, për të paraqitur përfaqësuesin më të lartë të ekzekutivit në atë prefekturë. A e dëgjuat kokëdhimen? Kryehajdutin, kryekusarin, këtu midis jush dhe do e keni sekretar të përgjithshëm, gabos bëj gati me ikat posti. Opozita s'mund të ketë pa dekusarizim. Ne jemi të vendosur më shumë se për dekriminalizimin, ta dini. Ky zotëria që është mbrapa mes mund të ketë asnjë objekt, as shisha, as gjë më përpara. Këtu në parlament nuk i lejohen më. Absolutisht sepse ka dëshmuar sheja agresivitetit të cilat këtu në parlament mund të çojnë në katastrofa të mëdha. Sali ti duhet bësh burr dhe një herë në jetën tënde duhet rish tu e dëgjosh. Flamur është më i pa burri që ka hyrë ndonjëherë në këtë sallë parlamente. Flamur e di pse? Sepse Saliu jot është nga ata burra që të vrasin brapa shpine. Vret brenda partisë ti dhe vret jashtë partisë ti.